Se nuk jam i shpajtojnë nuset po dojnë, po edhe na plesh pak. Mare ku me bo punën, me mujt mi qitë tonë për shtëpiat veta, me pas jetën e vetë, sikur na, sikur atë, kur e shoh djalin nusen e kënaqshme, e të lumtun, edhe unë jam e lumtune. Qa me bo tashti? Se edhe ne jemi kontreja, qështo. Jo vjehrat janë pak gjeloze, po nuk do të më konë, se na do të më përshtat kësaj kohë. Jam pak të mbarne, se tek si ki probleme nuse, edhe me djalë ki me pas problem. Nderit nga ju kem? Nga Skënderaj. Nga Skënderaj. Po qoj me nimi, po nipi, po. Keni pambesa shumë? Po, kam shumë. Sa djemi kem pal? 2. 2 me 2. 2 me 2. 2 me 2, a? Po, shumë. Nëse me djallit a jeton? Jo. Po? Jetoj me njonin, po ajo është në Gjermani, e këtë jetën ja kina marrë banesën e vetë. Ma mirë. Unë me burrin edhe... Ma mirë. Po. Pse sot po dojnë për vatësi, nuset? Po që edhe për neve, edhe pse jemi një mosh, po edhe na dojmë qetësinë tonë. Se jo si dojnë krejt, po edhe kushtet, edhe puna, edhe krejt qështu, po edhe në shtardhë. Se nuk jam i shpajtojnë nuset, po dojnë, po edhe na plesh pak. Sa mirë po të bëjdojnë kësaj kohës tamam moderne? Po tamam, se edhe na po dojnë pak qetësi, edhe ato pak. Ku me mare, ku me bo punën, me mujt mi qitë tonë për shtëpiat veta, me pas jetën e vetë, sikur na, sikur ato, jemi tonë shkollum, jemi tonë për puna. Vjerë moderne? Faleminderit. Se jo gjitha do të thonë tash pse po thotë kjo grua mos me jetu? Jo, edhe unë jetoj, edhe pse unë në atë kohën teme, unë jem konë me adin, mi konë familje e madhe, po tash jemi shumë familje e madhe, po jemi tonë damas, tonë mirë, i kanë kushtet tonë mirë, ku mi pa thmine, ku mi pa të rritë, si përparojnë. Që kaqë. Në familjet shqiptare, a më ndonë që kunata, apo vjera është ai problematika ma e madhe që në familje... Vish njeri është problem, se s'po di qysh edhe me spjegue. Vete ka atë menen, kur është e keq ose i keq, më not me alon dikuj faj, se nuk janë krejt qashto, që shpothojnë, adjen janë nuset, ja vjerat, nuk është problem, po duhet me gjithë një gjutë përbashkë të tonë. Se përsohen çdo herë nuset, po jo edhe fëmija e të prindve që dhe më thënë, nështë a i kajnë edhe faj. Po që tash është ardhe pak interesin, ashtë edhe për shkak pasunisë ma shumë krejt po bohen këto, po shqyqyr për Zotit, të na nuk ka problem kjo. E që ka menimi kjo ato vjera që gjelëzajnë, kur dhe me thënë gjalli martohet, kur e adonë dhe me thënë nusen? Nëjse unë për flasë për veti, unë për kondrazi, kur e shot djallin nusen e kënaqshme, e të lumtun, edhe unë jam e lumtune. Qa me bot ashti? Se edhe ne jemi kontreja, qështo, kina pas qef me na desh burrat, po edhe vihrën, krejt familja, krejt familja, është familja, më konë familje shëndosh, nuk ka gjelozia asë një pek. A është gjoj mirë kjo, apo e keqe, nëse gjelozoni nënë, për dhe më thënë që gjallin... Jo, keq është. Qa e kështë thonë atë të ndove? Jo, kisha thonë, kër e shinit lumëtun, pse mi pengue. Vish lete që kanë një jetë lumëtun, sa ma mirë, sa ma... Po edhe na, që të thojnë jo vjehrat janë pak gjeloze, po nuk do të më konë, se na do të më përshtatë kësaj kohë. Se tash janë tri, e kanë jetën për para, tash nuk është mirë. Që që thot gjithë grave, gjithë së të mos vjerave, një mesazh, ti si vjerë? Se të duje nusen, se edhe djallit danë ma shumë të vjerë. Qaq. Po se jam pak të mbarne, se tek si ki probleme nuse, edhe me djallë ki me pas problem. Atë që ka thonë, duhet me gjithë një gjutë përbashkë, se më konë mirë. Po na me këta fmi knaqem. Ka që i kini, kjo është ma e mira për ju? Ma e mira, kjo ma i vukli, veç knaqem. Faleminderit. A pajtoni kjo intervista, e një pajtimi që... Po mëre, pse jo. Nuk largohet, ma. Nuk largohet, faleminderit shumë.